Ekipi i futbollit Bureli do të përballet të shtunën në një nga transfertat e vështira pasi do të ndeshet në transfert me ekipin e Laçit që vjen nga Superliga dhe është një nga ekipet pretendente për të ringjitur brenda këtij sezoni sërish në Ligën Superiore. Skuadra laçiane në përfundim të 7 javëve të para të këtij kampionati mban vendin e dytë në tabelën klasifikuese me 13 pikë të grumbulluara, ndërsa në krye vijon të qëndroi Skënderbeu me 19 pikë. Ndërkohë Bureli renditet i katërti me 11 pikë. Skuadra matjane ka marrë udhëzimet e fundit këtë të premte për t'i paraprirë ndeshjes së të shtunës ndaj Laçit. Trajneri Samuel Nika e vlerëson ekipin kundërshtar si të vështirë, por nga ana tjetër thotë se djemt do të kërkojnë rezultat pozitiv, ashtu siç kanë bërë në çdo ndeshje të luajtur deri më tani. Nika i kërkojnë nga të tjerë që të luajnë pa asnjë presion dhe me frym grupi e në këtë mënyrë, sipas tij edhe me pak fat vjen rezultati pozitiv. Me thonë drejtën na do të munduna si çdo ndeshje për me dhënë maksimumin edhe për me marrë maksimumin. Gjithatë këtu kena të bëjmë me sport e me futboll. Edhe janë të tre rezultatet luaj. Varet edhe se si merr lojën, sepse ka raste që ti mundesh me dhënë gjithçka, po nuk e ke edhe fatin me veti. Shpresoj që nesër të kena edhe fatin me veti edhe ne t'ja bëjmë hizmetin edhe të kthena me një rezultat pozitiv. Është një ndeshje e vështirë. Laçi është skuadër në këto 3-4 skuadrat më të mira të këtë kampionatit tonë. Por edhe ne nuk jena skuadër që mundet me na marrë dikush lehtë, sepse kena dhënë prova edhe me Kavajen, që është skuadër e mirë, edhe me Apollonin, që është skuadër e mirë, që kur kena kënë ditën tonë më të mirë, kena dhënë maksimumin dhe kena pas pak fat me veti, na kena ditë me marrë rezultatet. Kështu që edhe nesër shpresoj që të kena edhe fatin me veti, na të bëjmë hizmetin maksimum edhe të kthena me një pikë ose me 3 pikë nga fusha e Laçit, që realisht është fushë e vështirë. Ndeshjet e tjera që do të luhen të shtunën janë Pogradeci Kastrioti dhe Kukësi Luftëtari.